varrimi i babait. E kem pa të farë informacion. One shumë thjesht nuk po di një sistem juridik i Republikës Kosovës me bazë shkele ligjore dhe ato janë për çdo të akuzuar i kanë të thjesht milisht edhe me Konvencion Gjeneves me Konvencion Stambollit se du të qenë pjesëmarrës është babai i të akuzuarit ish president Zoti Hashim Thaçi dhe është shumë çudi e madhe pse nuk lejohet me marrë pjesë në varrim me babait vet dhe e dim shumë mirë gjykat është e Kosovës mos i përmendet të njëjtat sende sa herë dhe është për të keq dhe një imazh edhe për Bashkinë Ndërkombëtare por edhe vetë institucionet e Kosovës dhe Ministrinë Xhezë zoni Azhiu besoj që duhet të nisë me një letër drejt dhoma specializuar atje dhe të jap të rek vrejtën jo një letër sa përçi e faqe po të thirrët dhe din ta bëjnë një mirë me profesionalizëm veç është e fushës edhe juridike dhe mos të ketë inshallah të gjithë një ditë të kthehen sa më shpejt e din janë të pafajshëm ushtarët e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës sidomos atje po gjykohet shteti i Kosovës Ushtria Shqiptare e Kosovës jo individi siç kanë thonë do tjerë po nuk do merrem me ata unë përshpresoj është për keqardhje dhe besoj që kjo është hera e fundit që bojnë kësi një lloj jo sande të mira ndaj ish ushtarëve të UÇK njëkohësisht dhe familjarët e tyre duhet të jenë asi pjesëmarrës në varrim, po sido që tjetër tash ja për dhomat e speciale. Unë e shoh më shumë një lloj mi jap kallëzu dhëmbët në termin popullor dhe mi poshtërsu, po nuk s'ka mujt as Serbia, as njeri mi poshtërsu ushtarët e UÇK-s, sidomos ish presidentin dhe po shpresoj që më në fund një ditë do të hekën këto farë sende që janë të e bë dhomat e specializuara të Kosovës për ushtarët e UÇK-s, unë mendoj që shumë është e keq edhe jo e mirë edhe përveç shtetin e Kosovës, dhe institucionet tona. Ju, Shkodran, si ke pa vetë një rrëfizim tillë? Po realisht është diçka na okej, po pajtohemi gjithë sepse nuk është humane.